Përshëndetje. Shumë vetëm kam pyet qysh do funksionoj kjo paketa e maleve, po nuk ka lidhje me sharrimin e trove, domethënë, histori e vjetër. Nëse do të dalim në temë, atëherë nëse ke në zotërim i tokë për shembull që e ke zaftu. Në ke 10 vjet ose më shumë që ke tatën pa letër, pa kokë kërgjaje, pa certifikat, pa këtë gjahun, këta gjana më thejtë thash, mos e prit menjen se me datë 11 maj, do bëhet ndryshimi. Do me thënë para datës 11 maj, në qoftë se siguro ma shumë vota se që na e pret menja ne se mund të sigurosh, ne ta legalizojmë me frate. Ta bëjmë tatën, ta kesh pronën tate, ke përsysh, ja. Për shembull si që banë kod salës, si që zaftun atëherë, se sala i jep të njerëzve të vetë, edhe ne të japim njerëzve tanë, se funja edhe ne njerëz jena. Kështu që mos harroni, mlidhni sa ma shumë vota, e ne nesër mas nesër, tokën që ke zanë aty në majtë malit, mund të bash një butina, ku di gjahun, nashta bash një investitor strategjik. Ja, vetëm mos harroni me i ba foto këtyne votimeve, fletëve të votimit, dhe më thanë, e në mërë tapin e tokës nga Këshilli Bashkiake në ja, bash pronari madh dhe frat, afendiko, i madh, ke parasysh. Kështu që votat e shpejta faqe bardh.